Çdo ditë kam takime me qytetarë, çdo ditë i tregoj për realitetin, çdo ditë i tregoj për të këqijat që po ne bën Albini. Çdo ditë. Çdo ditë. Nuk ka takim që nuk takohem me 6-7 vetë, 10 vetë, deri 20 vetë, rregullisht edhe temën e njëjtë, diskutimin e njëjtë. Pse? Në Facebook e postuar edhe komente të atyre që ju kanë kërkuar falje, që ju kishin sharë, ju kishin etiketuar. Po pas takimeve me gjithë secilin. Pas takimeve me persona të cilët nuk ka pas dorë partia. Se dhe kjo partia jonë filloi me kullera, mu bu partia kullerave. Pa dal kurr, me dal me taku strukturat e veta, pa dal kurr, me dal me taku me popullin. Në zyre nuk matet puna në vot. Duhet me dal me taku hallet, kur po ja kërko votën dikujt në më të votë si u djeve me ata komentues që ishin rënë pishman, çfarë ju kanë thënë? Po babën me kom pas pajtimin e gjaçeve. Bashkë me kushën Gjevat Kryzim, dhe nuk kem qenë në asnjëherë mi vazhdu dhe mi acaru gjanat me ata që më kanë ofendu e vazhdojnë edhe disa më ofendu. Ne kemi thonë gjithmonë se falja është hynore dhe duhet mi fal njerëzit kur nuk njohin ngutën. Edhe disa kanë qenë të nxitur edhe të paguar për më ofendu. Që i kanë pagu tjertë, ai ka pas nevojë për ato pare, dalë i ka bo ato ofendim, nuk është që i ka bo me qëllim të caktuar pse më ka njoftë. Po kreti ka bu se i ka shty dikush. Dhe pas takimeve me ta, se po thuj se gjithë ta që më kanë ofendu i kanë thirrë me dalë me pikafe. Dhe me pjesën më të madhe kanë fillu me kërku falje dhe nuk dojnë as më armë të takuen, thojnë më falë se nuk e kom ditë kush je. Tashti të kërkoj falje dhe nuk do t'jem më kur pjesë e lëvizimit. Se u penduan sipas jush? Po pjesa më e madhe nxitën edhe të pagum. Janë nxitën prej strukturave që ka vetë lëvizjeve vendosje. Krisja Osmani Kurti, ai bëre që ata të pendohen me ato që mbase kanë besuar. Po jo, se këto takimet e mia, këto kanë fillu më herët me ta. Këto takimet e mia me këta qytetarë nuk i kam dalë asnjëherë, as gjatë fushatës. Që nuk u pajtonin me më shumë, me ata që s'jam pajtu me mendimet e mia, që më kanë ofendu i kam thirrë direkt në takim. Nuk jam fokusu të vota mrena Partisë Demokratike që kanë bënë pjesë e madhe kolegët mi. Unë jam fokusu të vota në taborët tjera, të shtatit tjetër. Sepse interesi partijës dhe interesi imi ka qenë që më rrit Partia Demokratike dhe më rrit e mira për Kosovën. Jo më rrit numrit e të keqës Kosovës. Dhe ata e kom bo me sakrificë dhe me mund të pandalshëm ndoshta edhe deri në 20 orë brenda ditës. Takime pandalë. Dhe prapë jam duke e bo, pandalë fare, sepse e shoh se ata njerëz kanë nevojë me komuniku. Kanë nevojë me bisedu me ta. Ata kanë pas një shpresë të çifti politik Vjosa dhe Kurti. Kanë pas një shpresë se këta kanë me bëu diçka. Dhe kur e kanë pas si këta, veç kanë bëu edhe mazi, tash janë me populli që thotë ajo shpreha urtë popullore si pula pa kry. Duhet dikush më marrë me ta, duhet dikush më orientu. Njerëzit kanë nevojë për vizion, kanë nevojë me ditë çka është e mirë për ta për të ardhmen, kanë nevojë me ditë çka duhet me bë diçka sa ata ose po thonë duhet me dalë me ik prej këtij venit ose duhet me na ndihmu dikush me ecë përpara.